ai e pranoi, pra shkoi në burg sepse e pranoi vetë, por ai çfarë bëri? Ai bëri një luftë kundër një drejtësie të cilët e mendonte që është e kapur, dhe në fund fare një drejtësi tjetër e huaj, që është Gjykata Evropiane të Drejtat e Njeriut, e shpëtoi duke e nxjerrë nga burgu, pra në arrest shtëpiak. Pra do të thotë që zoti Berisha i luftoi të gjithë këto betejë, në kundërshtim me të gjithë kundërshtarët politik, dhe me armiqtë e tij politik, dhe brenda llojit. Zoti Berisha, për mendimin tim, ka vetëm një detyrë, të garantojë procedurën e zgjedhjeve të brendshme në Partinë Demokratike, të marrë nderimin e duhur që duhet të marrë, dhe të hapi stafetën dhe të lëshojë, do të thoja edhe mendimin tim, pak linjë brenda partisë, por betejën për vjedhje dhe për gjithçka tjetër mund ta vazhdojë, por kjo nuk mund të jetë absolute. Pra, zoti Berisha, në të njëjtën kohë do të bëjë veprime procedurale që të shpëtojë Partinë Demokratike. Se vetë është pjesë, pra është kryetar, nuk ja heq dikush karrigen. Por, duke marrë me retorikën e zotit Berisha, zoti Berisha thot për qeveri teknike. Tani tek qeveria teknike duhet kuptojmë diçka. Qeveri teknike bën kur ka një grushtim politik brenda subjekteve kryesore në vend, dhe të dy palët kryesore vinë në një dakordsi, marrëveshje. Pra, shkrimte fjalia marrëveshje, në politik të nderuar ka gjithmonë marrëveshje. Ai që futet në politik dhe thot, unë nuk bëj marrëveshje me Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, këto mashtron. Ti mund mos bësh marrëveshje me Sali Berishën, ti mund mos bësh marrëveshje me Edi Ramën, sepse janë ata të cilët goditën 2008-ën, demokratësimin e vendit. Por ti nesër në rast se të vijë një kryetar tjetër partie në Partinë Demokratike dhe në kryetar tjetër në Partinë Socialiste, ti nuk mund të diskriminosh dhe të bullizosh sepse është parti politike. Në rast se do merresh me politik, ka marrëveshje. Por ajo çfarë ndodh? Do bësh marrëveshje që të bësh paktin e dur për të lëvizur dhe subjekti jot, por edhe ti vetë në sferën politike. Dhe vim tani këtu tek qeveria teknike. Qeveria teknike bëhet në rast të krizë financiare, që Rama nuk do ta përballojë dot vetëm, dhe normalisht do thotë dua shpëtim. Dhe shpëtimi vjen gjithmonë që do ta pagojmë të gjithë bashkë, që është ajo fatura e famshme që them. Rasti tjetër është kur palët politike nuk mund të mbledhin njëra vetëm 94 mandate për të bërë ndryshime kushtetuese dhe kërkon patjetër detyrimisht Partinë Demokratike. Prandaj them që Berisha është fitues. Pse? Se PD-ja është partia e dytë dhe është parti opozitare parlamentare, dhe Rama pa atë nuk mund të bëjë asnjë ndryshim kushtetues, që është i nevojshëm. Dhe këtu mund të lindë e drejta e zotit Berisha të imponojë qeveri teknike me kushtet dhe negociatat që mund të bëjë me Partinë Socialiste për sa i përket qeverisë teknike. Por shiko çfarë ndodh me qeverinë teknike. Qeveria teknike mund të vi në rast se Rama dhe Berisha kanë rënë dakord ashtu si 2008-ën, zakoni është zakon, zakoni vdes me njeriu, pra kuqi vdes me njeriu. Dara e krokodilit. Ato. Dhe për sa i përket kësaj gjëje, qeveria teknike mund të bëhet vetëm me dakordsinë e këtyre të dyve, që të shkojmë nga republikë parlamentare në republikë presidenciale.